gjatë kësaj fundjavë në fakt, po e kishte thënë të enten, ka kërkuar që opozitat ose një grup dhe fraksion ose një grup shoqëror të shkojnë gjykatë kushtetuese jo për imunitetin e Ballukut, po për ekzistencën dhe shpalljen të jashtëligjshme të plotësisht Partisë Socialiste. Si e gjykoni këtë pozicion? Dhe a jemi para një nevoje të tillë? Duke qenë se jam jurist me formim, nuk mund ta bësh, sepse nga ana formale juridike, për shembull statuti i Partisë Socialiste nuk se ka të shkruar një gjë të tillë, apo edhe po themi të shkruar që do grabisin. Po normalisht nuk ka asnjë gjë që të shkruaj që ne do grabisim në atë të parë, pavarësisht mënyrës se si vepron. Pra, ajo është më tepër një batut për të rreshur vëmendjen që e gjithë PS-ja tashmë është kthyer në një band kriminale dhe kjo është më se evidente sepse a ka antitrupa shoqëria dhe demokracia dhe struktura shqiptare e shtetit? Ndaj kësaj do të kuptuar që nuk janë, ne kemi presidentin i cili është aktualisht nën akuzë për çështjen e pronave në Bregdet. Dhe pronave të ushtrisë. Pronave të ushtrisë në Bregdet. Është në akuzë, është pyetur në ata të BKH-s, e kanë marrë në pyetje në presidencë, gjë që është e turpshme, domethënë po ta mendosh. Për presidentin e Republikës. Për një president republike. Ke Ramën vetë kryeministrin, i cili i përmendet emri tek dosja. Ke zëvendës kryeministrin që është me akuzë konkrete. Me ministrin e transporteve. Ke përveç që kanë qenë më përpara dhe zëvendës kryeministër tjetër. Ke pastaj institucione si AZBR-ja, të cilët prapë është AZBR, AKU, mund t'i marrim gjitha akronimet me radhë. Janë që të gjitha, domethënë ke po themi ndërton autoriteti rrugor, i cili prapë është me akuzë, me karton verdh gjithë. Që të gjithë janë dhe që të gjithë janë të ngritur me ose janë në masa ose janë në hetime. Pra pratikisht dhe kësaj mund të shtohet dhe jemi të sigurt dhe për ata që janë hetime që janë tu. Kësaj për më tepër i shtohet dhe përfshirja e policisë në veprime kriminale. Pra ti ke gjithë strukturën e shtetit. Nuk është vetëm një person, nuk është vetëm një ministër, dikush po as 10, këtu janë që të gjithë, domethënë praktikisht tu është kthyer çdo post në mjedje, çdo post në vjedhje. Dhe fillon nga presidenti deri tek niveli më i ulët drejtues si mund të jetë. Harruam kadastrën, ASHK. Praktikisht janë që të gjitha dhe kjo tregon që këtu është shkërmoqë totalisht shteti. Dhe vërtet që PS-ja e drejton, themi atë që është, por është e vështirë që unë që shikoj nga ana e asaj që propozon fushatë. E kuptoj që është si marketing politik dhe është diçka që mund të bëhet në kuptimin e asaj që për të ngjallur një farë fryme. Në ana juridike nuk është se ke mundësinë në gjykatën kushtetuese, duke qenë se edhe gjykata kushtetuese me aq sa u pa me votimin e fundit nuk është se është shumë e favorshme në drejtim të kërkesave kundër PS-s. Pra nuk kemi asnjë mekanizëm politik më. I vetmi mekanizëm është votimi. Problemi është që votimi edhe në Shqipëri pastaj është problematik. Sepse siç shikojmë tani në këtë rast, po shkojmë drejt një domosdoshmërie për protesta praktikisht. Po, protesta është gjithmonë në gatshëm për të bërë. Jemi në prag të destabilizimit si shtet. Problemi është që ne jemi destabilizuar në kuptimin e asaj që i ofrojmë shqiptarëve, se nuk i ofrojmë asgjë. Por problemi është se si do rregullohet kjo situatë përpara se të shkohet tek, po themi, tek zgjedhjet. Sepse ti ke tani për shembull, një nga elementet që është që është i rëndësishëm për të kuptuar në dosje është fakti që ti ke grupe kriminale të cilat, për shembull, rasti po themi Agasit, i akuzuar edhe nga zëvendës kryeministri i kohës, që shërben si piklidhje midis Ramës dhe grupeve kriminale. Dhe këto grupe kriminale janë ato të cilat përdoren nga Rama për fushat. Po. Dhe e frikshme është që grupet kriminale tani, si skandale përgjimit e Skyt, thonë që është më e leverdishme të merresh me Ramën se me drogë. Me tendera se sa të merresh me drogë. Domethënë në gjithë vendet e botës marrja me drogë të pasuron shumë shpejt. Në Shqipëri është i vetmi vend që të merresh me tendera pasurohesh më shpejt se sa me drogë. Që tregon shkallën jashtëzakonisht lartë të korrupsionit. Kurse në krau tjetër
tregon faktin e infiltrimit të grupeve kriminale në shtet. Dhe ky inkriminim, ky infiltrim i këtyre grupeve kriminale ka një arsye pse lejohen që të futen në tendre. Sigurisht për lehtësirat më pashme. Për fushatën. Dhe ti tani është e vërtetë po shkoni drejt arsyetimit për një domosdoshmëri për qeveri teknike para më kryeministër. Pra, ideja është mirë do ishte që të kishte një pozicionim të tillë dhe duhet presion mbi Ramën për të detyruar që në një farë mënyre të paktën të mos ketë ose të minimizohen lidhjet e po themi grupeve kriminale. Imbjeton Rama kësaj histori apo jo? Rama është, për mendimin tim, është në pikën më të vështirë, drejt. Kjo është arsyeja që po del tashmë edhe po përplaset nëpër media pikërisht për këtë, domethënë që përplaset për mbijetesën e vet politike, sepse e di që pas Bellukut personazhi tjetër që ngel për të goditur është Rama. Dhe kjo është pse po e mbron jashtëzakonisht fort. Është duke mbrojtur veten, nuk është për mbrojtur Bellukun. Ky është ndoshta komenti më pikant i kësaj hapësire. Faleminderit shumë zoti Tafani. Ne do të spostojmë te protesta. Në fakt, sigurisht e gjitha kjo është një akumulim drejt një përfundimi final që ndodh sot në 18:00. Ndjekim pak materialin se çfarë kanë premtuar partitë opozitare dhe rikthehemi.